që villni shqiptarët. Kaq. Faleminderit. Jo, zoti Manja nuk ka fjalë për procedurë, sepse jemi me minutazh të përcaktuar. Nuk ka as replik as procedurë, se jemi me minutazh. Zoti Balla e ka fjalën. Zoti Taulan Balla, përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Jo. Ju lutem, nuk mundet, jemi në diskutime me minutazh të përcaktuar. Në orën 16:30 duhet mbarojnë gjithë diskutimet. Zoti Balla, unë nuk jam Niko. Ju lutem. Zoti Balla, përgatitet zoti Gazmend Bardhi. Ju lutem se po marrim minutat. Zoti Manja, e tham që në fillim, mos i ngele teatri askujt, është me minutazh të përcaktuar, nuk mund të ndërpritet për procedurë, nuk mund të ndërpritet për replik. Jo, kur të vi radha do flisni. Kur të vi radha, zoti Balla. Jo, nuk mund të jap që tani sepse nuk parakalohet lista. Kur të ju vi radha do flisni 5 minuta. Ju lutem, zoti Balla, do ta merrni fjalën. Me rregullore e kemi me minutazh të përcaktuar, dakordsuar në seancë dhe ndërmjet grupeve. Ju lutem, nuk mund ta bëjmë këtë gjë, kur t'ju vi radha do flisni. Zoti Balla. Të nderuar koleg deputet, zonja e zotrinj, dashur qytetar shqiptar, sot nuk jemi thjesht dhe vetëm para një teksti për ta votuar. Jemi përpara një momenti i cili kërkon mbi të gjitha qartësi politike, vetdije historike, por edhe përgjegjësi institucionale.